Shtrohen në asfalt në kilometra. S'bana kërkosh, nisin banorët e mi që vjen të jetuar. Nisin bol, kam banorë që jetojnë aty që dash me shku, nuk mujnë me dalë të shtëpiat e veta. Prej portës dhe që të ndejnë nuk porta. Në traktora nuk ka familje që s'mujnë me dalë që dash të fermat e veta. Ma nuk jem kundër pse po shtrohet ose pse po punohet dikun. Na jem zonë e fundit ne. Po të paktën që të rrugën e vogël. S'po lipu në asgjë më shumë, mas po lipu në drejtësim. Zëdën drejtësim. Dhe pse ka nevojë, se jem zonë malur dhe drejtësim është nevojshme se ka kafsh. Është gjonat elementare kur nuk kryhen, nuk di çka bëjmë tjetër. Për me mbyll njëra për gjithmonë diskutimin për ujë, kanalizim, rrugë, ndriçim edhe brëllak. Pa që to 5, nuk mundesh me qujt as qytet në vend e lemo kryeqytet. E këto 5 çështje të infrastrukturës bazike janë sidomos evidente në fshatra. E ban shumë tin në fshatrat e zonës së Gollakut. Në veprimet tona konkrete, me prioritet është infrastruktura bazike. E kjo vlen sidomos për Gollakun sepse na kemi një program të veçantë për turizmin në Gollak. Po nuk mund me bë turizëm që duhet pa e siguru infrastrukturën bazike.